Humbja e pësuar të shtunën e kaluar në shtëpi me Partizanin për sfidën e parë çerezfinale të Kupës së Shqipërisë me rezultatin 0-3 duket se është harruar nga Vllaznia, e cila është rikthyer tek fitoria, dhe kjo ka ndodhur mbrëmjen e së premtes kur Kuqeblut e drejtuar nga trajneri Artan Kalaja ishin mysafir në kryeqytet për të përballur me ekipin e Studentit, sfidë kjo e vlefshme për kampionatin kombëtar. Vllaznia nisi më mirë takimin teksa fiton setin e parë me rezultatin 21-25, ndërkohë që universitarët e drejtuar nga trajneri Kestrin Batalli kundër në setin e dytë, të cilin e fitojnë me shifrat 25-22. Seti i tretë është një dominim total i Vllaznisë, gjë që pasqyrojnë edhe vetë shifrat e thella, 17-25, duke marrë kështu kryesimin e ndeshjes 1-2. Kuqeblut vazhdojnë të luajnë mirë edhe në setin e katërt, duke pasur objektiv fitoren e kësaj ndeshje 1-3, por gëzimin e Kuqebluve mysafir në këtë ndeshje e prishin volejbollistët vendas, të cilët pas disa barazimeve dalin fitues në setin e katërt 25-22, duke bërë që fati i kësaj ndeshje të përcaktohet në setin final. Një set ky ku volejbollistët Kuqebluve në krye kapitenin e skuadrës Çafarena, që në këtë ndeshje ishte pikëshënuesi më i mirë i krejt ndeshjes me 29 pikë, fitojnë me shifra 12-15, duke fituar të gjithë ndeshjen me rezultatin e përgjithshëm 2-3. Fitore kjo që i pozicionon Kuqeblut në vendin e dytë me 17 pikë, 4 më pak se sa Partizani kryesues dhe 3 më shumë se sa Tirana e vendit të tretë, ndërkohë në vendin e katërt dhe të pestë janë Skënderbeu dhe Studenti me pikë të barabarta nga 12, por të vijuar me Rëzerin e vendit të gjashtë me 11 pikë dhe Elbasanin që mbyll tabelën me 0 pikë.